të ekzistencës sonë si partia më e madhe shqiptarëve, ku nuk mjafton më fare që të jemi më të mirë se të tjerët. Aq më tepër kur tjerët janë mysybet. Tani duhet jemi me do e mos më të mirë se vetvetja dhe çdo ditë duhet ta nisim me këtë ambicie që të nxjerrim më të mirën nga vetja dhe të kërkojmë më të mirën tek njëri tjetri. Arsye për të kërkuar dhe për të nxjerrë nga tjetri më të keqen mund të jesh për ditë me çdo qenie njerëzore me cilën hasësh, sepse s'ka qenie njerëzore perfekte. Ndërsa të gjesh arsye për të nxjerrë më të mirën nga tjetri është sa më e vështirë, por është mënyra se si bëhet historia e atyre që din të fitojnë dhe din që të bëjnë me fitore. Kërkuam nga shqiptarët një mandat për historinë, shqiptarët na dhanë një mandat për historinë. Dhe prandaj nuk gjeta diçka më përshtatshme për ta mbyllur sesa fjalët e një burrit madh Václav Havelit. Forca më e madhe e politikës është forca morale e qëllimit. Mos ta harrojmë se ne nuk do të na vlerësoj njeri për sa gjatë kemi qëndruar në pushtet. Por përse ku e ngjitëm Shqipërinë me pushtetin që shqiptarët na e deleguan më gjatë se sa askujt tjetër. Ky ishte qëllimi që u dha 856.318 shqiptarëve forcën morale që të na besojnë mandatin e 4. Dhe te ky qëllim buron edhe gjithë forca morale që duhet ketë mandati ynë i 4. Kurse si nuk duhet harruar se më shumë se sa i yni, ky është mandati i fëmijëve të sotëm të Shqipërisë. I të gjithë fëmijëve të Shqipërisë, edhe atyre të prindërve që u hodhën me kokë në Kënet në 11 maj. Dhe për të gjithë fëmijët e Shqipërisë në këtë mandat e për forcën e madhe morale që ka qëllimi i këtij mandati, që është Shqipëria në majën ku ndodhet shtëpia e Bashkimit Evropian, ne duhet të udhëheqim jo si politikan të zgjedhur për të ulur në një karige të rëndësishme për 4 vjet, por si udhërëfysit e një të përpjetët fundit, pas të cilës Shqipëria patjetër që do të ketë maja të tjera për të kapur, por nuk do përndiqet më kurrë dot nga hijet e zeza të historisë saj. Kjo nuk është pak, kjo është shumë, dhe parafitiroheni se sa shumë është që fati e desh që në këtë moment të historisë të ndodhemi ne në vendin e duhur dhe mbi të gjitha populli e desh që ne të merrim gjithë të besim për të merituar.